Hoc për vend grumbullimin, edhe kjo është interesant, do të thonë pas ringjalljes do të ngrumbullohen njerëzit. Po. Ku do të grumbullohen dhe si do të jetë pamja aty vendit, se do të grumbullohen? Prej te Ademi alayhiselam deri te njeriu i fundit, apo do të grumbullohen të gjithë njerëzit? Rastisht se njerëzit, aty ku janë varros, pe aty ringjallën. Po. Edhe vendi tubimit, vendi grumbullimit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, toka e Shamit. Toka e Shamit sot e përfshin Palestinën bashkore, që është komplet, po. Palestina e madhe, po them. Po. E dyta do të thonë Jordanin, Sirin dhe Libanin. Kjo toka e Shamit që i thoj. Ka thonë toka e Shamit për shkak se për nga Medine i vën Shimal. Shimal do të thonë veriu. Për ata i kanë thonë toka e Shamit. Dhe hadithet që aludojnë këtë tematikë janë toka e Shamit. Dhe njerëzit zjarri që del nga Jemeni, që njerëzit i grumbullon para se përfundon kjo jetë, është në toka e Shamit. Si duket kjo tokë? Ka në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kjo tokë do të jetë rrafsh, nuk do të ketë male, nuk do të ketë lartësire, do të jetë rrafsh. Ngjyra e kësaj toke do të jetë e bardhë, e cila do të thonë shkon pak në të gri. Do të thonë shkon ngjyra e saj pak sikur ngjyra e bukës, ka thonë, sikur ngjyra e korrjes së bukës, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur njerëzit tokë rrafsh, që madhësia kësaj toke, zgjerimi kësaj toke i përfshin të gjithë krijesat. Për këtë arsye besimtarët në ditën e gjykimit kur ringjallen, do të grumbullohen në këtë vend hipur, ndërsa disa në kam, disa zvaritur, e disa hecin me kokat e tyre. Disa hecin me kokë. Që thot pejgamberi Allahut, krije lart në këtë dunjë që i kanë bërë krije neç që i kanë ngrit kokat në këtë dunjë, ka thonë do të zvariten ditën e gjykimit, do të hecin me kokat e tyre. Ka thënë Rasulullah, si ka mundsi njeriu të ecë me kokë, ka thonë ai që ka mundsu me ecë me kom, do t'ja mundson dhe me ecë me kokë. Allahu na ruaj. Ndërsa besimtarët do të jetë hipur. Do të jenë hipur, që thot Ali ibn Abi Talib transmetohet, do të jenë hipur me deve, të cilat janë të shpejta, që sa marrja po shale e tyre është nga dukati. Që ti barti besimtarë deri në tokë, nderin Allahu azza wa jalla i nderon me shumë nderime. Një nga nderimet që nuk i ban ata që me 1000 kilometra të kalojnë kam, pa ato do të kenë të hipur. Për kjo nderi që Allahu azza wa jalla fillon të shpalos ndaj besimtarëve që kanë pas dru Allahun azza wa jalla. Për ato në Enes ibn Malik, që transmetohet thot, janë didit dhe dinet që bitë e Ademit si kanë përjetuar sikur këto didit dhe dinet kur njëtën e tyre. Dita e para është dita e përgëzimit, ku vi melekët me mor shpirtin e përgëzojnë se Allahu është i kënaqur me ty. Dita e dytë është dita kur do të fluturojnë fletushkat. Dhe nota e parë, nota e varrit, dhe nota e dytë, nota e ringjalljes, që njerëzit në mëngjes vetëm se zgjohen për t'u takuar Allahun në tokën e mahsherit, në tokën e grumbullimit dhe tubimit. Këto do të jenë më të ndershmit që do të nderohen ditën e Kiametit. Isha të menu Shami, se the, a do të zën këtë këto? Do më thonë, pritë Ademi alayhiselam, njeriu e fundit, më shumë miliarda. Ndoshta e ka përcen E kjo është, do të thonë, mrekullive të Allahut që i zën. Si i zën, do të thonë, do të themi në argument. Për shkak se jo vetëm se njerëzit, gjinët, kafshët, melekët e qiellit do zbresin, po do zbret dhe Allahu azza wa jall. Dhe njerëzit thonë që ka mundësi kjo tokë që i zën të gjithë. Unë po pyes. Xhibril alayhis salam, sa i madh ka qenë? Allahu nuk ka kriju krijesë thuajse më të madh se Xhibrili. Pra thot pejgamberi Allahut e kanë pa diar. Njëherë ka pa të ulur prej tokën në qiell. Dytë herë e kanë pa në qiell që i kishte 600 flatra. Krijesë gjigante. 600 flatra. Një do të thonë që e mushin kosmosin. Po pyes. Çishte shumë Medinja, qyteti pejgamberit Allahut, çishte zot Xhibril, po çish erdh pejgamberi Allahut të ulur me një dhomë me pejgamberin Allahut. Çishte zot. Pra për Allahun azza wa jall s'ka sen që është e pamundur. Gjithçka bëhet e mundur. Po.